Ndërsa për pjesën e ushtrimeve, ushtrimet janë të shumta, duke nisur që nga ushtrimet më të lehta për në fazën akute. Pra, do e fillojmë ushtrimet që janë në pozicionin shtrirë. Pacienti, siç ndodhet në pjesën e shtratit në shtëpinë e tij, në rastin e fjala bie shpatulla e djathtë. Pacienti shtrihet edhe lë krahun e djathtë të bjeri poshtë. Këto njihen ndryshe si ushtrimet e lavjersit. Në momentin që kemi pjesë inflamacioni, pjesë bursiti, pjesë tendinitesh, pra inflamacioni është aktiv në pjesën e shpatullës, duhet ta lëm krahun në mënyrë që graviteti të ushtrojë pjesën e punës së tij. Dhe bëjmë lëvizje përpara, pas. Pa e futur shumë artikulacionin në punë në mënyrë aktive, por vetëm në mënyrë pasive. Përpara, pas, brenda dhe jashtë. Por gjithashtu e rëndësishme është dhe pjesa e rrotullimit. Lëvizje rrotulluese në mënyrë që pjesa e artikulacionit të furnizohet me gjak, sepse sindromi i konfliktit nuk i lejon këto pjesë artikulare që të ushtrohen ose të furnizohen me gjak, sepse është një zonë e pa furnizuar mirë me gjak. Më pas, po i lejmë këto ushtrime që janë faza e parë, që është pjesa më e lehtë, dhe po kalojmë disa ushtrime që janë pakës më të avancuara ose pakës më aktive. Duke qenë se është një artikulacion që rrethohet nga shumë muskuj, neve duhet bëjmë aktivizimin e këtyre muskujve. Por nuk duhet harrojmë asnjëherë që edhe pjesa e krahut tjetër nuk duhet lihet pas, sepse duke forcuar më shumë më pas pjesën e dëmtuar, krahu tjetër ngelet më pasiv. Janë ushtrime që kryhen në pozicionin shtrirë. Nuk duhet harrojmë që edhe pjesa e qafës duhet të eliminohet nga diagnoza. Pra, neve bëjmë të mundur që pjesën e qafës e lejmë të lirë. Vendosim duart përpara nesh. Dhe në rastin në fjalë, po bëjmë përsëri krahun e djathtë. Do të shojmë krahun e djathtë vetë për lart. Pra lëvizja do të kryhet vetëm nga artikulacioni i shpatullës, nuk do të kryhet me gjithë pjesën e mesit. Do të kryhet kjo lloj lëvizje për rreth 10 përsëritjes.